Prokuroria Themelore Publike në Shkup sot ka iniciuar procedurë kundër 43 personave, të cilët përmes veprave të ndryshme të mashtrimit kompjuterik, falsifikimit të dokumenteve dhe keqpërdorimit të dhënave personale, kanë marrë pjesë në mashtrime të shumta të qytetarëve me kredite shpejta. Prokuroria informoi se për 4 nga të dyshuarit, mes tyre edhe një zyrtar nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, ka nisur hetimi për veprat penale, falsifikimi dokumenteve, keqpërdorimi të dhënave personale, mashtrimi kompjuterik, ndërsa pjesa tjetër janë përfshirë në procedurë me vepra individuale të ndihmës dhe bashkëveprimit në çdo rast veçmas. Dobia pasurore e fituar në mënyrë të kundërligjshme nga të gjitha veprimet e tilla, gjithsej tejkalon 3 milion denar, thon ata. Prokuroria gjatë procedurës parahetimore në koordinim me MPB-n dhe sektorin e punove të brendshme ka siguruar material dëshmues se duke filluar nga korriku i vitit 2022, duke përdorur mënyra të ndryshme, të dyshuarit me dashje kanë kryer vepra të lidhura kohore që përbëjnë kryerjen e shumëfisht të njëjtave vepra. Duke vepruar kështu, ata përdorën të njëjtat mundësi dhe rrethana të ngjashme dhe qëllimi i tyre përfundimtar ishte të merrnin përfitime materiale për veten e tyre. Nga prokuroria thonë se disa nga të dyshuarit në kundërshtim me kushtet e përcaktuara me ligj dhe papëlqimin e qytetarëve, kanë përdorur të dhëna personale të personave të tjerë, kanë bërë dokumente publike false dhe kanë falsifikuar dokumente të vërteta publike, me qëllim që këto dokumente t'i përdorin si të vërteta, duke futur të dhëna të rreme në sistemet e informacionit të 10 kompanive të ndryshme, kreditë shpejta, si dhe duke falsifikuar në nënshkrimet elektronike, kanë marrë kredi në emrat të dëmtuarve, pa dijenin e tyre, duke krijuar detyrim për persona që të shlyejnë kredit. Individët kanë shfrytzuar informacione të tilla të rreme për të marrë disa kredi nga kompanitë ndryshme brenda një dite, duke përfituar financiarisht. Më pas ata i tërhoqën parat nga llogaria dhe pjesën më të madhe u dhan organizatorëve të dyshuar të mashtrimeve të tilla, thuhet në njoftimin e prokurorisë.